Po vitet 80, 90 edhe 2000 kanë qenë këngë që si edhe vetë në një moment që vazhdojnë të dëgjohen. Teksti, muzika, të gjitha. Edhe unë jam i mendimit që nuk do shuhem ndonjë moment ato këngë se unë mendoj që kam shumë pasion në ato lloj muzike. Tash Dhe në kohën ku jemi sot, më duket si gjë, jo të gjitha, më duket si një gjë pak më bosh, më mungon një diçka, një element, sepse ka këngë që dalin, mund dalin të dëgjohen 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, nuk dëgjohen. janë afat shkurtra. Po. Tani, me thënë të vërtetën, unë nuk e di sa ka qenë prodhimtaria i viteve 80-90, me krahasuar me vitet 90-2000, 2020. Sepse edhe numri artistëve është rritur, duke e parë si një biznes fitim prurës, shumë njerëz e Po, kanë. është këtë biznes. Po, duke e parë që në historitë e artistëve të muzikës, në atë që kam lexuar unë, kam parë që është trashëguar dhe në breza. Do me thënë është një biznes i trashëguar me imponim në 2-3 breza. Dhe normal që është i puna se pemës, në momentin që ti e vadit dhe ujtë, ajo do të çeli lule, do të çeli derisa në momentin që do vjetërohet. Por në momentin që vjetërohet ndonjëherë nxjerr prodhime më të mira, sekondër mund të nxjerrë edhe prodhime, shumë pak prodhime. Njerëzit janë për komercial, janë të lëvizshëm. Mos harrojmë se jeta tani është më e papërgjegjshme. Njerëzit janë më duke qenë më aktual, janë pak më të abuzuar me trupin, me trurin, me pijet që pijen në jetën e përditshme, kështu që dhe vëmendja është e tillë. Muzika është afat shkurtër sepse ndërtohet e tillë, ndërtohet afat shkurtër, pa mesazhe, pa tekste që të prekin gjithë masën. Fumrall ndodh që një këngë t'i prek gjithë brezat. Është shumë e vështirë. Ose në Shqipëri është akoma më e vështirë sepse dikush të ka qef, dikush të ka inan. Mentaliteti është që ky nga Korça këndon këngët e Shkodrës, apo të Tropojës. Ato mendime kanë qenë janë do jenë, gjithmonë do ketë. Kështu që janë dhe fjalitë që po muzika në vetvete, muzika e mirë është bërë në atë periudhë sepse është bërë me veglat përkatëse, me mendimet përkatëse dhe me vlera kompetente, që do të thotë nuk tani janë muzikë teknologjike. Po shkojmë te AI vitin e fundit. Domethënë në periudhën e viteve 80-90, këngëtari këndonte me një orkestër të madhe mbrapa dhe bëj muzikë ku violina luaj nga violina, ku kitara luaj nga kitaristi, ku pianoja luaj nga pianisti, kurse tani i ke të gjitha të amplifikuara nëpërmjet sistemit elektronik dhe dhe prandaj dhe cilësia është më afat shkurtër, sepse të mendosh emocionet e një stafi prej kaq shumë vetash, sekondër tani ke vetëm një producent dhe kaq. Edhe back vokalet tani janë me zëra teknologjik, nuk është se bëhen si dikur nga shtate. Për shembull, We Are the World ngelet kënga më e bukur e gjithë artistëve të Amerikës, sepse është kënduar nga gjithë artistët e Amerikës në mënyrë individuale. Dhe ajo bën më të bukur, ngjyra e ndryshme, fytyra e ndryshme, vokali i ndryshëm. Është koha drejt modernizimit, koha drejt kompjuterizimit, edhe muzika. Prandaj është afat shkurtër mendoj unë, sepse këtë nuk është afat shkurtër muzika operistike, është. Domethënë nëse sot në Itali është 800 euro minimumi të presësh një biletë në La Scala për të parë një operë. Sepse është autentike dhe është ndërtuar e tillë, prandaj quhet klasike vëlla. Atëherë është natyrale. Është natyrale se dhe bios tani po jetin kimikate. Edhe kjo është për mendimin tim dhe fjala bio është natyrale më mirë. E lidhur në tokë dhe me rrenjë vetëm e vaditur me ujë, jo me kështu, me aksesorë tjerë. Domethënë me ditë bio 1.2. Një dyta e bios.